Gjithë Evropa është në diell. Është 31 gradë për momentin. Pa. Kohë e mrekullueshme. Përshëndetje në gjelbrem natyrë që e keni. Po, mirë. Faleminderit. Sa i përket temës i nderuar? Temës, shumë teme qellume, për atë shkak deshta mu lidh. Me ju, unë përpara kam punu në policit Kosovës, ish Jugoslavia të vitet e 88-90. Një 10 vjetë kam pas përvoj punë atër, pastaj situata politike e ka bot vete, o des me nëshu aty dhe me vujtje me probleme. Edhe në Gjermani, këtu në odesht ndërtimtari. Punën që se keni ndru asnjëherë sigurisht. Kurrëherë, jo. Delem shpesh bisedoj me shokët dashamirë përpara kur punojshin mjeshtër në shtëpia tona atje ku jam unë i ardhur prej Gjirakosit, as me kom nuk i kem shty ato sene. E le mo, mja vo hizmetin me ti përvjel durt. Po mor, edhe as gjumë, as kur gjo s'kem dit, kem pas vështësi shumë. Po, njeri se kur e shet në rjetë se nuk shkon, përvon tjetërin profesion, automatikisht ku interesum e kryn me, edhe ata mundet me mësu, me aftësu, edhe me kry me nërë, edhe me dëshirë. Po ajo është definitivisht kryesorja. Edhe kona krejt që ka e marrë për Kosovë, kënena asë një shqiptar nuk është profesionin e vetë. Nuk ka doshtë me ngru një profesion, 2-3. Fatkeqësisht, shone për shembull me dal jashtë qysh ku prezentojnë RTL, zjam këshin marrë. Përbes, ju e keni ma kalaj nëse e njefni anglishtën, muni mu inkuadru në shumë punë, po për momentin... Pa gjuhë s'ka kur gjo. Ku lypet gjemonisht, ja është ma problem mu inkuadru. Faleminderit shumë. Me një koshe, ju dëshiroj për misionin edhe për gjitha shka bani për një bashkëdhëtarët edhe... Me shumë knatësi, ne jemi një, ju lutem se pak jenë gjëna kur ju dojna bashkëdhëtarë, diaspora, dishush një jena na shqiptarë. Qyre, deri para një 4-5 vjetë nuk na keni nda, po tash nuk e di shka ndodhë me ne as me ju atje. Ata që po ju ndojnë,